Përshëndetje të dashur miq, Mirë se vini në podcastin e Arturisave. sot kemi disa të ftuar. Unë jam Elajna Beqër dhe jam 8 vjeç e gjysmë. Unë jam Tedi Sharko dhe jam 7 vjeç. Unë jam Vara Butiqi dhe jam 7 vjeç. Unë jam Lojzaki dhe jam 9 vjeç. Sot ne kemi zgjedhur disa pyetje për ju. Fillojmë me pyetjen e parë. Kush është më mirë, të flesh deri vonë apo të zgjohesh herët? Të flesh deri vonë. Po përse? Po sepse pastaj kur ti kesh në shkollë do kesh shumë energji. Unë të zgjohesh herët. Po përse? Të bëj gati për në shkollë, ti të dhëmbët, të rregulloj, ti bëj gjërat, dhe morning routine. Të zgjohesh më herët, sepse është më mirë të zgjohesh më herët, sepse je më e zgjuar, dhe je më e pastër dhe nuk të dhem gjë se kur flet gjumë shumë, do të kur që është të dhem shpina, krahët, se këto edhe me zi të vrati. Unë zgjes të zgjohem herët, sepse nëse unë zgjohem herët, unë do e nis ditën me plot energji dhe kur të shkoj në shkollë, mua nuk do me flet shumë sepse i bie të kem fjetur vonë, por të kem plot energji që të nis një ditë sa më të bukur. Nisim me pyetjen e dytë. Kush është më mirë, Macja apo Zoqt? Macja. Po pse është Macja Tedi? Sepse Macja ndonjëherë të ka pavëmërinë që s'rohë. Zoqt, më pjezeqëm, bëjnë cicërima. Zoqt. Sepse bëjnë cicërima, mua më pëlqen sepse bëjnë kështu fole, dhe më pëlqen se këndojnë për ditën e verës, kur vjen vera dhe pranvera. Mua më pëlqen më shumë Zoqt, sepse edhe unë në shtëpi kam një zog dhe më pëlqen më shumë kur ai cicëron në mëngjes. Dhe në vend që mua të kem ndonjë alarm, mua ndonjëherë më zgjon zogu. Pyetja e tretë. Kush është më mirë, Aurora apo Elsa? Asnjëra s'unë jam shumë. Bora? Aurora. Sa Aurora flen. Jo. Aurora është e bukur, është e lezetshme, më pëlqen filmi i Aurorës. Elsa sepse ajo është e zgjuar dhe motrën e vet nuk e ka lashme, po ajo është e zgjuar për vete, sepse motra vet bën shumë dallata, por më nuk më pëlqen shumë motra vet, më pëlqen shumë Elsa. Unë votoj për Elsën sepse po të ishe si Elsa, ti nuk do të lodhesh derisa të binte Bora në dimër, por ti mund ta sjellje vetë Bora edhe në çdo si që do të doje. Vazhdojmë me pyetjen e katërt. Më mirë është të dhem gishti i dorës apo i këmbës? Gishti i dorës. Po përse Tedi? Se kur luajmë futboll nuk luaj me dorë. Gishti i dorës, se me duar nuk lëvizet shumë, nuk më të hetë, bëj çdo gjë me këmbët unë, pa këmbë nuk bëj dot asnjë gjë. Unë mendoj gishti i këmbës, sepse kur shkoj unë për simbolik boll, kur të luaj me duar nëse më dhem gishti i dorës, më dhem shumë edhe pastaj nuk mund ta gjuaj dot topin me duar, edhe unë zgjedh gishtin e këmbës. Unë zgjedh gishtin e këmbës sepse kur bëj ndonjë lojë, unë më shumë luaj me duart se sa me këmbën. Dhe kështu edhe po më dhëmbi gishti i këmbës, unë nuk kam ndonjë gjë. Po më dhëmbi gishti i dorës, unë nuk kam si të luaj dhe i bie të ulem dhe po s'luaj. Vazhdojmë me pyetjen e pestë. Është më mirë bluja apo jeshilja? Po përse Tedi? Se është një gjë shumë. Dhe sepse është me zezë, shumë.
Mua bluja se është ngjyrë e hapur, ngjyra qielli, është më bukur. Ngjyrë e hapur. Mua më pëlqen shumë më shumë bluja, nga që ka shumë gjëra me blu, ka qielli, ka shumë gjëra dhe më pëlqen nga që ka një personazhin tim që quhet Stitch dhe ai ka ngjyrë blu. Mua më pëlqen më shumë bluja, sepse sa herë që kujtoj blu, unë kujtoj vllajën tim që është shumë dhe i pëlqen ngjyra blu dhe qiellin dhe detin. Më mirë është të jesh fëmijë apo i rritur? Fëmijë, Po pse deti? sepse për pastaj vdek më vonë. Ti je me rritur se mbaj telefonin dhe unë do të los në telefon. Jam në Instagram, Facebook. Unë fëmijët, Pse? sepse fëmijët bëjnë gazmole, mund të luajnë çfarë duan, mund të blejnë lodra, mund të blejnë shumë gjëra. Mund të shikojnë telefonin. Mua më pëlqen më shumë fëmijët, sepse ti kur je fëmijë, ti ke plot gjëra për ta shfrytzuar kohën, duke luajtur, duke përkëdhelur motrat e vëllezërit, shumë gjëra mund të bësh. Ndërsa kur je i rritur, ti vetëm të shikosh aty telefonin gjëra koti. Mund të rish aty duke ndenjur për parati gjëra koti. Ndërsa ne fëmijët kemi kota argëtori, prindërit të merren më shumë me ne. Më mirë është luani apo majmuni? Majmuni, Po pse te di? sepse majmuni nuk është i egër. Unë majmuni se gjithmonë kur the majmun më kujton veten. Mos me papi gjithmonë majmun. Unë majmunin, se çdo herë kur shikon ndonjë majmun, më bën që të ha banane. Mua më pëlqen më shumë majmuni, sepse majmuni ka më shumë gallat. Ndërsa luani ri aty i fshehur mbas shkollës për të pritur gjahun e tij. Dhe po ke luani në ndonjë xhungël, do na dalë në një luan aty do na haj. Ndërsa majmuni të bën thjesht gallat, nuk na ha. Pyetja e 8. Më mirë është filmat me aktor apo filmat vizatimor? Vizatimor. Po përse te di? Se jam për fëmijë. Po ka e filmat vizatimor preferitur? Tashi! Unë aktor. Janë më qef, janë kështu qef. Janë gjë bukura. Unë filma vizatimor. Më pëlqen më shumë sepse ka shumë ngjarje të bukura dhe ka shumë personazhe që kanë dalë të reja, si për shembull kanë dalë në disa të reja që quhet Stitch, disa e tjerë. Mua më pëlqen më shumë filmat vizatimor, sepse në për filmat vizatimor ka gjëra me fantazi për fëmijë dhe fëmijëve ushtohet më shumë fantazia, ndërsa filmat me aktor janë të njëjtën gjë, por mua më shumë më lidh me filmat për të rritur, sepse filmat për të rritur janë me aktor, nuk janë filmat vizatimor. Ka dhe fëmijë. Më mirë është artisti apo punë në zyrë? Teki? Unë në zyrë. Çfarë të bëj? Po në zyrë. Atje kam gjë për të bërë, po Artisti, sepse mund të krijosh shumë histori dhe gjëra dhe ti mund të shpjegosh çfarë të duash. Në një flet mund të shkruash, shumë edhe mund të filmosh. Unë zgjedh punë në zyrë, sepse unë, mami tim që punon në zyrë, më pëlqen më shumë të bëhem si ajo. Dhe kur të rritem do të punoj në punë në zyrë. Kemi ardhur në fund të programit. Faleminderit shumë që na ndoqët.
Miru pafshim dhe miru takofshim. Paci! Pafshim.